Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Rozana tregon për herë të parë pse nuk reagoi për shuplakën e Gjestit. Këngëtarja dhe finalistja Rozana Radi ka sqaruar mbrëmjen e dieshme përpara mysafirëve në shtëpinë e famshme, arsyeën pse nuk reagoi në momentin kur Jozi goditi me shuplak Gjestin gjatë gjysmëfinales. Në një bisedë të sinqertë me figurat e njohura, të cilët hyn për të kaluar kohë me banorët, prezantuesja Bjeta Suloj pyeti hapur Rozanën për mungesën e reagimit të saj ndaj një momenti të konsideruar të shëmtuar televiziv. Rozana u shpreh se ishte e tronditur dhe nuk kuptoi menjëherë se çfarë kishte ndodhur. Ishte një moment shumë i çuditshëm. Njerëzit që më njohin e dinë që nëse unë shoh një situatë të tillë reagoj, por aty un piva dhe nuk po kuptoja çfarë po ndodhte.